Tani marrim një tenxhere ose një tepsi. Tenxheren që po e përdor unë mund edhe të fërgohet edhe të pjekjet në furrë me të. Nëse nuk keni një të tillë, atëherë karamelin do ta përgatitni në një tjetër më të vogël. Fillimisht në enën do të shtojmë 5 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë tani në zjarr të ulët që ta shkrim sheqerin derisa na karamelizohet. Dhe pasi sheqeri të shkrihet dhe të karamelizohet, vazhdojmë menjëherë të shtojmë produktet e tjera. Do të shtojmë një lugë gjelle me gjallë, por në kujdes duhet të jetë gjallë, jo margarinë. Përziejmë tani derisa gjalpi të shkrihet tërësisht tek sheqeri i djegur. Vazhdojmë menjëherë te karameli, shtojmë edhe 150 ml krem pana ose hoplla për ëmbëlsira. Përziejmë edhe një herë në zjarr të ndalur. Nuk e ndezim zjarrin, sepse mjafton që vetëm këto produkte të lidhen bashkë dhe të formohet karameli që po e kërkojmë. Nëse keni dëshirë, këtë recetë të karamelit mund ta përdorni kur përgatitni edhe trileqe, por unë zakonisht e përdor kur përgatis ëmbëlsira të tilla. Karameli është gati. Nëse ju nuk keni një tenxhere që pjek në furrë, tani është momenti kur karamelin e përgatitur do ta transferoni në tepsin për pjekje. Nuk ju sugjeroj që tepsin ta merrni më të madhe se numër 28. Tani do të marrim 2 mollë. Mollët do t'i pastrojmë mirë nga lëvoret, do t'i prim në fileta të holla dhe do të vazhdojmë që t'i vendisim sipër karamelit. Mund të përdorni edhe fruta tjera nëse keni dëshirë, por kjo ëmbëlsirë mua më pëlqen më së shumti kur e gatuaj me mollë. Nëse nuk doni që ta bëni me molla, ju sugjeroj që ta bëni edhe me ananas, edhe me të del shumë e shijshme, por për mendimin tim, një nga më të mirat del kur e bëj me molla. Ashtu e pëlqejnë më së shumti në shtëpinë time, ashtu po e paraqes edhe recetën. Vazhdojmë që ta mbulojmë tërë pjesën e poshtme me molla të prera në fleta të holla. Kështu duket pasi përfundojmë me renditjen e mollëve. Tani vazhdojmë që ta përgatisim brumin e ëmbëlsirës. Vazhdojmë tani ta përgatisim brumin. Në një enë më të madhe, ku do ta formojmë brumin, do të shtojmë 4 vezë të plota. Sipër vezëve do të shtojmë një gotë 200 gram me sheqer. Vazhdojmë që t'i tundim pak me tel kuzhine për 2-3 minuta derisa të sigurohemi që vezët dhe sheqeri janë tretur dhe janë përzier. Në këtë recetë unë nuk e përdor asnjëherë mikserin, nuk ka nevojë, sepse në këtë kek do të shtojmë brenda edhe gjallë, është gjallëpja e që e zbut ëmbëlsirën dhe e bën shumë të shijshme. Vazhdojmë të shtojmë 200 ml qumësht. Në këtë recetë do të shtojmë edhe 100 gram gjalp të shkrirë. Gjalpi nuk është i nxehtë, është i ftoftë. Përziejmë edhe një herë derisa të na lidhen dhe të na bëhen bashkë gjitha produktet e lëngshme para se ta shtojmë miellin. Dhe vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin. Miell në total do të shtojmë një herë 10 lugë gjelle. Nëse ka nevojë, do të shtojmë edhe pak. Shtojmë që shtojmë brenda edhe një pako pluhur për pjekje ose fryrës. Pak aromë vanilje. Mund të shtoni edhe vanilë sheqer nëse nuk e keni si produkt. Dhe me njëherë vazhdojmë të përzijemi derisa të fitojmë një masë të mirë homogjene dhe do ta kontrollojmë sasinë e miellit. Sepse sasia e miellit gjithmonë ndryshon nga matësia e vezës, ndryshon nga lloji i miellit, ndryshon edhe nga matësia e gotës që kemi mbushur me qumësht. Prandaj do të bëni gjithmonë kujdes. Pasi me 10 lugë gjelle miell, brumi më mbet pak i hollë, kam shtuar edhe 2 lugë gjelle tjera. Dhe në total, unë po përdor 12 lugë gjelle. Andaj është më mirë të shtojmë një herë më pak miell dhe nëse ka nevojë, e shtojmë. Tani e kemi tamam brumin e trash. Tani që e kemi brumin gati, vazhdojmë që ta hedhim sipër mollave. Mbulojmë tërë ëmbëlsirën me brumin që e përgatitëm. Me njëherë vazhdojmë në pjekje. Në zjarr mesatar, në 180 gradë, do ta pjekim diku parafërsisht
25 deri në 30 minuta. Ëmbëlsira është pjekur, është gati, vetë se kam larguar nga fura. Lejojmë të tfohet vetëm për 5 minuta dhe pastaj do të vazhdojmë që ta rrotullojmë nga ana e kundërt. Pra kjo ëmbëlsirë njihet upside down cake, pra ëmbëlsirë e rrotulluar nga ana e kundërt. Pasi e kam rrotulluar nga ana tjetër kekun, sipër e kam dekoruar me pak orra, sepse i shkon shumë kësaj recite. Pasi që të ftohet pak, vazhdojmë tani që ta prejmë në copëza më të vogla dhe ta shërbejmë me kafen e pasdites. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni këtë ëmbëlsirë të mrekullueshme. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.